Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa ihtada bihadihi ila yawmiddin wa ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Allahun subhanahu wa ta'ala falenderojmë, salavatet dhe selamet pejgamberit ton Muhammedit alayhis salam, ja dërgojmë. E lusim Allahun të na mëson hajrin të dobishme, të na sjell dobi nga ajo, dhe lusim Allahun xheleshanu që të na shton ilmin, të na shton diturinë. Vëllezër, vazhdojmë me shpjegimin e librit Aqidja at-Tahawiyya. Kemi arritur te një temë e cila është shumë me rëndësi, do të thonë me radhë është tema ma yantafi'u bihi al-mayyitu min 'amali al-ahya. Titulli i temës së sotit është çfarë dobi, çfarë përfiton i vdekuri, që ka vdekur, nga veprat e të gjallëve. Thona i vdekuri ka vdek, a përfiton ai diçka nga veprat e atyre të cilët janë të gjallë, pa marrë parasysh qofshin familjarët e tij apo dikush tjetër. Kur e thona një gjë të tillë, është diçka shumë interesante dhe është mirë me e ditë. Çdo gjë që ka të bëne me çështjet e gajbit, çka është gajb, gjërat e fshehta që nuk i dim, ne as pak nuk na lejohet me hulumtu prej mendes tonë dhe me thonë po kjo punë e mirë është apo diçka tjetër. Çështjet e gajbit, Allahu subhanahu wa taala çka na lajmëron ai dhe çka na lajmëron pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ne i marrim ato ashtu, por i marrim tamam ashtu siç e ka pas qëllimin Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo çështje është e mirë te cilësitë e Allahut. Mbani mend, kur Allahu folën për cilësitë e tija, a i ka ditë dikush cilësitë e Allahut xheleshanu para dërgimit të Muhamedit alayhis salam? Flasim për këtë umet, nuk i ka ditë. Prandaj Allahu xheleshanu kur e përshkruan veten e tij me diçka, ne duhet ta pohojmë se Allahu e ka përshkruar veten e tij me diçka. Jo pastaj ne ta ndëgjojmë edhe pastaj ta komentojmë ndryshe. Si për shembull, vjen këtu dikush në xhami edhe thot, haj më tregoni, unë kam një pyetje, sa mundet me mbijetu devja pa ujë, sa ujë nevojitet asaj me pi, edhe pastaj ai uji i saj, sa kohë qëndron në barkun e saj, ashtu sikurse që e ka pi ajo nuk ndryshon. Edhe na jep neve në afat një javë, përsëri kthehet, a e dini përgjigjen? Jo. Kthehet edhe javën tjetër se din përgjigjen. Mas një muaj ai na tregon kushtimisht, thon, devja mund të mbijetone pa ujë një muaj ditë. Pastaj asaj i nevojitet me pi ujë diku 30 deri në 40 litra, e kështu me radhë. E një pasaj qohet prej nesh e thot, jo, nuk është ashtu. Devja nuk mundet me mbijetohet. Po mirë, ti një muaj ditë kishe afat, pse nuk u përgjigje? Tash edhe cilësitë e Allahu xheleshanu, kur i përshkruan Allahu dhe thot, Allahu e përshkruan veten e tij, shembull, se ka dorë, thot dikush, jo, këtë sa për qëllim dorë. Ka e ditë ti më para, pse e mohon një gjë të tillë? Kjo është gajb, kjo është diçka e panjohur. Prandaj edhe ne këtë çështjen, çfarë dobi ka i vdekuri prej të gjallit, ne nuk mundet me arrit nëpërmjet leximit, hulumtimit, pa i kthyer diburimet krijesore, Kur'anin edhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A kena ne diçka të vonë në Islam, Kur'an dhe në sunetin e Muhamedit alayhis salam, të vërtet që i thuhet, po i vdekuri përfiton prej të gjallit, e përfiton këto, përfiton ato, përfiton këto, e kështu me radhë. Prandaj, ne në Islam dhe ehlus sunneti dhe xhamatit gjithë janë të mendimit që i vdekuri përfiton nga i gjallu, nga lutjet e tija, nga lëmosha e tij çka e jep, nga haxhi i tij, e kështu me radhë, nga agjërimi i tij, e kështu me radhë. Ndahen tash dietarët në 3 grupe. Do ta ceki grupin e parë, i cili është më ekstrem këtë çështje dhe thot, i vdekuri nuk përfiton asgjë, nuk ka dobi nga lutjet, nga duat, pa marrë parasysh e të gjallit. Edhe ki grup u ka arsjetuar me ajetet ku thot Allahu xheleshanu, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Shiko, me të vërtet ekstrem, më ka argumente. Allahu thot wa alaysa lil insani, nuk ka dikush ditën e gjykimit çka të lipe apo çka të prese sevape, illa ma sa'a. Përjashtim atë që është lodh dhe e ka punu vet në dinjo. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Dhe thot, kjo është argumenti jon
leha ma kesebet përsëri, wa alejha ma kesebet. Allahu thot, ai do ta merr ato që e ka punu, edhe do të japë llogari për atë tjetrën për mëkatet që i ka bërë. Dhe argumentin tjetër e kanë, innema tujzauna ma kuntum ta'malun, dhe do të shpërbleni me atë që e keni vepruar. Grupi ditë i dietarëve islam thot, i vdekurit ka dobi edhe për punët që ai ka qenë shkaktar. Për shembull, ai kur ka qenë i gjallë, ka ndërtu një xhami. Ai kur ka qenë i gjallë, i ka ndërtu të varfërve shtëpi, e gjëra tjera. Thonë, po, ai ka dobi dhe përfiton i vdekuri nga veprat që ai i ka bo vetë direkt. Shumica e dietarëve islam thonë gadal, i vdekuri përfiton edhe për vepra që ai vetë ka qenë shkaktar, apo si tham një mushaf që i ka cek Muhamedi alayhis salam, i vdekurit i shkojnë këto vepra, një fëmijë që ka lënë ai bën dua për to, një shtëpi që e ka ndërtu, një mushaf që e ka lënë ndërkuj, ai është shkaktar. Por thonë edhe për veprat për të cilat as pak ai direkt nuk ka qenë, domethënë, shkaktar. Si për shembull, a nuk na ka mësuar neve Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur ti vizitojmë vorrezat, kush e din duan? Assalamu alaikum ahle diyar min al-mu'minin wal-muslimin wa inna inshallah bikum lahiqun. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Assalamu alaikum, ju banorëve ahle diyar, o ju banorët prej besimtarve edhe musliman. Edhe ne, inshallah, do të vim tek ju, jena pas juve. Kërkojmë prej Allahut edhe për ju, edhe për ne, shpëtim, falje, kështu me radhë. E në rregull, ti që bën dua për ato të vdekurit, a ka qenë ai shkaktar që ti bën dua, ti si njeh ato? Kalon ka varrezat e muslimanëve dhe e bën këtë dua. Prandaj grupi i tretë i besimtarëve thot, pa marr parasysh, i vdekuri a ka qenë ai shkaktar për duan e këtij të gjallit apo nuk ka qenë? Ai përfiton prej asaj. Thot Muhamedi alayhis salam, men istaghfara lil mu'minin wal muslimat kana lahu bi kulli mayyitin sadaqa. Si cili që bën dua, lutet dhe thot Allahu me gfir, or Allah fali besimtarët edhe besimtarët që kanë vdekur. Për gjithë, prej Ademit alayhis salam, për secilin prej ative thot Muhamedi alayhis salam ki i gjalli çka ka? Ka nga një sevap. Domethënë sa janë ato të vdektit të muslimanëve prej Ademit alayhis salam edhe deri tash, miliona. Ti për secilin prej ative vetëm se thor Allah fali të vdekurit e muslimanëve dhe muslimaneve, besimtarët dhe besimtarëve. Ajeti tjetër ku Allahu subhanahu wa taala e tregon edhe në Kur'an, çka thot Allahu, walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Dhe besimtarët që kanë ardhur pastaj bëjnë dua dhe i thonë Allahut, or Allah ighfir lana, na i fal mëkatet tona. Wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Dhe falja atyre vëllezërve tonë që na i tejkalun ato me cilën me besim. Besun ato para nesh. Tash ato që kanë vdekur, kanë besu para nesh. Ato që kanë jetu musliman para 100 viteve, kanë qenë besimtarë para nesh. Ato që kanë qenë para 200 viteve, 500 viteve, kanë qenë besimtarë para nesh. Edhe Allahu çka thot Kur'an, dhe këto çka vinë mbas, të bëjnë dua për elusin Allahun, të falë mëkatet e tyre dhe mëkatet e atyre tjerëve që kanë besuar para dhe kanë vdekur para. Në sunet dhe me thonë kemi shumë argumente. Çështja e sadakas tash. Nëse dikush do në t'jape sadaka dhe lemosh për të vdekurën që ka vdekur. A i lejohet një gjë e tillë dhe a i shkon i vdekurit ajo sadakaja. Saad ibn Ubade erdhi Muhamedi alayhis salatu wassalam dhe tha se nona e tij ka ndru jetë. Tha, o i dërguari i Allahut, nona ime ka ndru jetë. Pejgamberi alayhis salatu wassalam tha, afa yatasaddaqan ummati, a jap sadaka për nonën time? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, tasaddaq anha, jep sadaka, jep lëmosh për nonën tonë që ka vdekur. Saadi i tha ja Rasulullah, eju sadaqatin afdal, cila lëmosh është ma e mirë që t'jap une për nonën time. Të në thote, valla, kja disi që ka i veçantë për nonën, edhe për babën, edhe për gjishin, edhe për gjishen. E tash e Muhamedi alayhis salam tha, jep lëmosh tha për nonën tonë që t'ka vdek. E ki tha, ja Rasulullah, eju sadaqatin afdal, cila lëmosh është ma e mirë, këshetin përgjegjen, si tha Muhamedi alayhis salam? Saqyul ma, me ju dhonë atyre të eturve që s'kan ujë,
më bë ti shkaktar që ato me pas me pi ujë. Dhe pejgamberi alayhis salam çka e preferoi këtë çështje. Kjo është çështja e sadakas, për cilën? Për të vdekurin. A lejohet me dhon sadaka për të vdekurin? Lejohet me dhon sadaka me e bën niyetin për atë vdekurin. A i shkon atij sadakaja po. Ka e dim, a tham kjo është çështje e gajbit. Ne kena argumentin para nesh. Pastaj përsëri vjen edhe argumenti tjetër. Nga Aisha nëna e besimtarëve radiallahu ta'ala anha thot, anna rajulan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal ya rasul Allah inna ummi iftalat nafsaha. Nëna ime vdiq pa pritmas, do më thonë ka qenë në shëndosh. Kjo vëllezër në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka qenë çudi e madhe. Sahabët ose ka vdekë në luftë, në xhihad, ose ka devja, ka pas dhe një aksident, ka derë, që ka pas dhimbje, e mas një kohë e ka vdek. A kështu, nuk ka qenë njoftshme, do më thonë vdiq njeriu tak, si thonë ne, pa pritmas. Edhe pse ashtu vjen vdekja pa pritmas, por bëhet fjalë, si thonë ne, po edhe pak para me mu hongu priti keshëm edhe vdiq. Në kohën e Muhamedit alayhis salam kjo ka qenë e çuditshme edhe. Ki i tha pejgamberit alayhis salatu wasalam, nëna ime vdiq, do më thonë ashtu pa. Walem tusi, edhe kalon pasuni, por nuk ka porosit, nuk kalon një farë testamenti, pse ka qenë shëndosh, çka me dhon për ato, ku me dhon. Wa adhunnuha in takallamat tasaddaqat. Dhe jam i bindur sikur ajo të kishte mundësi para se me dhon shpirtin, të kishte afat që të shihte alametet e vdekjes, edhe të porositte, të linte me gojë se çka duhet me dhon sadaka, do ta bonte një gjë të tillë. Nëse unë i tha pejgamberit alayhis salam, efeleha ajrun in tasaddaqtu anha, nëse unë tash jap sadaka për të lemosh, a do të ketë ajo sevape? Edhe pse ajo s'kalon asgjë me gojë. Mo vdiq ashtu. Po thot sikur ti jipesh të mundësia rasti, ajo do të linte, do më thonë që për mu jip një sadaka e boni. Edhe pse ajo se kalon një gjë të tillë me gojë, nuk e ka porositur, unë atë jap sadaka për to pejgamberi alayhis salam, çka i tha këtij? Naam. Tjetra vëllezër, agjërimi për të vdekurit. A lejohet dikush me agjiru për ato i cili ka vdekur? Ai ka vdekur, ka qenë duke agjiru edhe vdiq. Arriti dita e 15 e Ramazanit, apo e 16, mbeti edhe gjisa e Ramazanit, a i vdiq edhe 10 dit i mbeten. A lejohet me agjiru i gjalli për to në këtë rast? Ajo çka i ka mbet, mo nuk agjirohet për to. A i vdiq, ishte duke agjiru, edhe vdiq në mesin e Ramazanit. 15 dit tjera mbeten pa agjiru, pa i vdiq. U krimo çështja ati, për rregull. Ki vdiq, ishte i gjallë, erdh Ramazani, kjo është me rëndësi me kuptu, erdh Ramazani edhe ai ishte i smur. 10 dit prej Ramazanit ai nuk agjiroi, pra si se kishte smundje dhe kishte arsye. Dhe Allahu xhalesha thënë, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra." Ai cili për juve është i smur apo udhton, kur të më thonë të shërohet, kur të jetë vendas, duhet t'i plotësoni atë ditën. Kaloi Ramazani, ti mbeten edhe 10 ditë. Pas Ramazanit u shëru, por i vanaj, haj se ka kohë. Dhe më thonë, kaloj Ramazani 1 muj, 2 muj, 3 muj, 4 muj, ki nuk agjiron, nuk i plotësoj ato. Deri sa vdiq, i mbeten edhe 10 ditë. Tha pejgamberi alayhis salam, ai i cili vdes edhe kalon disa ditë prej Ramazanit pa agjiru, duhet familjarët e tij t'i plotësojnë ato ditë. A e kuptu dallimin e para dhe e dita? E para vdiq duke agjiru. Vdiq, agjiroj 20 ditë edhe ndroi jetë vdiq. Por ki ishte e kaloi Ramazanin, po e kaploi një smundje, nuk mundi me agjiru, pas Ramazanit i shëru, por i vanaj ato ditë. Hajse do të inshallah kom kohë, por vdeka nuk e priti. Vdiq, e në këtë rast të pejgamberi alayhis salam, në këtë rast të afërmit e tij, qoftë gruaja, qoftë vajza, qoftë djali, agjirojnë. Amo ai vdiq ditën e 15 Ramazanit, thotë, edhe 15 ditë nona dhe baba i la pa agjiru. Jo. Ai e ka agjiru gjithë Ramazanin. Se deri sa ka qenë gjallë ka agjiru. E tash të ditë të tjera si ka obligim. Për rastin e ditë pse i ka obligim, se i mbeten dhe ai u shëru dhe nuk i agjiroi. E në këtë rast duhet të agjiron e dikush prej familjes së tij. E në rast tjetër, ai çka e ka kushtëzu veten e tij. Ka thonë, nëse shembull, Allahu ma shëron vajzën, si shembull, unë do të agjiroj për hir të Allahut xhelle shanu 6 ditë apo 7 ditë.
apo ku ta di unë. Kështu ai betohet dhe kushtëzon veten e tij. Allahu xhaleshanu ja shëroi vajzën, edhe këtij mbetën se ki u betu që do ta xhiron 6 ditë. Kaloi një kohë, ki nuk agjiroi. Tjerët e din familjarët, por baba e ka kushtëzu veten se Allahu nëse këtë çështje dhe me thonë ja mundson apo pa marrë parasysh, do që agjiron për hir të Allahu 6 ditë dhe ki nuk i agjiroj. Duhet në këtë rast dikush prej familjes çka ti agjiron ato 6 ditët që me ato ki e ka kushtëzu veten e tij. Çështja e haxhit e dim. Hadith e kena plot. Një herë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha nona ime apo baba im, ka rivajetet ndryshme, e boni një jetë që këtë vit, domethënë vitin e ardhshëm, të shkonin në haxh, por vdiq para se me shku në haxh. A çkaj për ato në haxh? Muhamedi alayhis salam tha, çka mendon nëse ai kishte borxh, a do ta jepçe ti do borxhin për prindërin ton? Tha po, borxhi Allahut ka më përparësi të krijet se sa çështje tjera. Këtë rast ai shkon, por nuk ka përmend askush për i prindërve haxhin. Dhe me thonë që nuk e ka bon jetë që une inshallah vitin tjetër do të shkojnë haxh. Por dikush e ka ndëgju nanën apo babën, e ka përmend si zakonisht haxhin. Me ma mundësu Allahu xhaleshanu me shku në haxh, do t'i shaknaq, e gjëja tjera, e kështu më radhë. Edhe pse ai nuk i ka pas kushtet. Nëse fëmiu në këtë rast e ka ndëgju dikon për i prindës, ai shpesh herë ka përmend haxhin, edhe pse nuk obligohet si rast i parë, por nëse shkon ai në haxh dhe e krin për prindërin e tij, Allahu xhaleshanu ja pranon dhe shpërblimet ja çon atij, domethënë të vdekurit për cilën ki e krin haxhin. Vin çështja tjetër tash, umre. Shkova unë në haxh apo shkova unë umre. Edhe kreva unë umren time, dola prej ihramit, dëshiroj të bëj edhe një umre për babën, pastaj e kreva, dëshiroj edhe një për nonën, dëshiroj për gjishin, siç domethënë veprohet një gjë e tillë. Një gjë e tilla ka bas me e bo me një udhtim më tepër se një umre. Nuk ka ndodhur kjo në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe më pas sahabët, edhe tabiinët, që dikush e ka kri haxhin për vete, e tash edhe një herë shkon atje në Tenaim, që quhet Mesxhid Aisha, edhe i veshën ihramet, edhe bën edhe një herë umre për të vdekurin. Nuk ka kjo, domethënë, prej traditës që e ka vepruar Muhamedi alayhis salam, apo e ka vepruar dikush prej sahabëve, për në rregull. Në rast se dikush e vepron, a ka bo vepër të keqe? Nuk ka bo vepër të keqe. A ka se vape ne argumente nuk kemi që sahabet kanë vepruar një gjë të tillë? I ka krija i ditëri umre për filanin, për tjetrin. I nxjerrën ihramet, shkon atje përsërit ai vendit ku quhet Tenaim apo Xhamia Aishës, edhe bën. Ne për to nuk kena argument. Po çka preferojmë? Preferojmë me bo dua për ato. Po në rast se dikush boni me një udhtim, 2 umre, 3 umre, a i themi që ti nuk ke se vapi jo. Allahu alem, do shta Allahu xhaleshanu e shpërblen, dhe ato se vape çka i ka bo ki një jetë për të vdekurin, Allahu xhaleshanu ja dërkon ati të vdekurit se vapet. Thot me një hadith Muhamedi alayhis salam, i vdekuri e sheh vendin e tij në xhenet edhe duke u lartësu. Edhe thot, enna li hadha, ka rita unë në xhenet ka shënalt? I vjen një përgjigje, thot, bistighfari waladika lak. Fëmiu jot që e ke lënë ti, ai vazhdimisht është duke bo dua për ti dhe duke e lut Allahun subhanahu wa taala. Tjetra çka është me rëndësi me e përmend, edhe këto do ta lexoj domethënë tekstin në tërësi. Shikoni vëllezër, kjo është me rëndësi. Hurmatu akhdhi al-ujrati ala at-tilawa. Hurme e ndalot rreptësisht, haram marrja e shpërblimit të hollave krahasim leximit të Kuranit për të vdekur. Të gjithë dietarët, do ta lexoj. Sahabët, imamat janë të mendimit që një gjë e tillë nuk lejohet. Shiqoni, do ta lexoj fjalë për fjalë këtë tekst edhe përfundojmë. Shiqoni, wa amma isti'jaru qaumin yaqra'una al-Quran wa yuhdunahu lil mayyit. Dhe libri çka është? Aqidja at-Tahawiyya. Aqidja at-Tahawiyya është aqidja e Ebu Hanifës, jo ajo Maturidije, që përpiqen me i mashtru njerëzit. Kjo është aqidja e Ebu Hanifës. Thot, edhe një herë, wa amma isti'jaru qaumin yaqra'una al-Quran wa yahdunahu lil mayyit. Sa i përket njerëzit që marrin me qira, njerëz tjerë, i shpërndajnë shembull xhuzet i 30-25-it,
dhe lexojnë Kur'an me qëllim që ato sevapet me ia dhon të vdekurit. Shikoni. Fa hadha lam yaf'alhu ahadun min as-salaf wala amara bihi ahadun min al-a'immati ad-din wala rakhasa fihi. Një gjë të tillë as kush prej selefëve, prej generatave të arta nuk e ka bë. As që ka urdhru dikush prej imamave të ndershëm, si Ebu Hanifja, Imam Maliku, Imam Shafi, Imam Ahmedi, dhe as që kanë toleru një gjë të tillë, të veprohet. Wal-isti'jaru ala nafsi tilawati ghayru jaizin bila khilaf. Dhe marrja apo dhënia e pareve që dikush të lexon Kur'an për të vdekurin, një gjë e tillë nuk lejohet pa khilaf, nuk ka kundërshtim. Nuk është kjo çështje diskutabile, s'lejohet. Vazhdojmë. وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه مما فيه منفعة تصل إلى الغير. Por thot ku kanë pas kundërshtime? Kundërshtime kanë pas te një person i cili, imam apo hoxh, u ja mëson të tjerëve Kur'anin, u mëson e përkushton veten e tij me ja mësu Kur'anin, e përkushton veten e tij me ja mësu rregullat e Kur'anit. Tu kanë has dietarët imamat në dilemë. Prap dikush për ative si Ebu Hanife ka thonë, edhe kjo nuk lejohet. E tjerët e kanë leju, kanë thonë, nëse nuk lejohet kjo, atëherë kush do ta marrë këtë përgjegjësinë? Si kush thot vallahi po këtu, unë kam familje, unë kam nuk bën kjo. Këtu kanë pas khilaf. E kuptoni vëllezër? Mësimi i Kuranit të tjerëve, rregullave të Kuranit, këtu ka pas kundërshtime. E dikush përpiqet këtë çështje me e qitë e para më thonë, po, më ka mendim, këtu ka di mendime. Këtu s'ka, këtu ka një mendim. Kjo meselja tjetër është mesele për Kur'anin si land në xhami, apo si në shkollë vin një mësues u mëson njerëzve, u mëson leximin e Kur'anit. Tu ka pas dilemë. A lejohet as lejohet me marr parë? Tu ka pas kundërshtime. Jo te e para do të lexojmë në Kur'an për vdekurin, te e para nuk ka pas kundërshtime. Çka thash, as kush prej selefëve nuk e ka vepruar, as prej imamave që ka urdhëruar të bëhet një gjë të tillë dhe nuk kanë toleruar te kjo. Pastaj والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله. Dhe asnjëherë thot sevapi nuk shkon te i vdekuri pa marr parasysh çfarë punosh, nëse ajo puna nuk bëhet vetëm për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. وهذا لم يقع عبادة خالصة. Parasysh se një gjë e tillë nuk është adhurim i pastër. فلا يكون ثواب مما يهدى إلى الموتى. Pasi që një gjë e tillë nuk bëhet për hir të Allahut xheleshanu, atëherë çka do të shkonë te i vdekuri kur vet fillimi i punës nuk është për hir të Allahut? Çka do të ketë ai kur me i çu sevape atij të vdekurit? Nuk ka thot asgjë. ولهذا لم يقل أحد أنه يكتري من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميت. Prandaj thot kur nuk ka ndodhur që dikush me marr qira dikont edhe me i thon shikjo, ja ku i kje 200 euro, edhe të lutem, 70 rekat namaz t'i falish për babën tem, ti qetri që ku i kje 500 euro, një muj dit t'a gjirash për babën tim e kështu me radhë. Që një gjohë t'i thot nuk ka ndodhë. Lakin idha ata liman yaqra al-Quran wa yuallimuhu wa yata'allamu ma'unatan li ahli al-Quran ala dhalik, kana hadha min jinsi sadaqati anhu fa yajuz. Por thot nëse dikush e thret dikon dhe thot çevlle ti këto janë fëmijët e mi si shembull, i kam 4-5 fëmijë që do të vish një herë apo 2 herë në javë me ja mësu fëmijëve të Kur'anin, shkronjat, leximin, rregullat, një gjë e tillë thot nuk ka ndalesë dhe lejohet me i marrë ai për këto parë, për arsye se çka harxhon ai kohën e tij, harxhon mundin e tij, edhe u mëson të tjerëve u mëson Kur'anin. A leximi, dhënia e parave, me lexu Kur'an, siç ndodhen domethënë kene hatme, jasina, e pastaj edhe dikun t'i thonë qilim, dikun t'i thonë qelimit të uhid, e tash ne ato sevapet që kanë thonë këto, ja qëjmë të vdekurit. Çka thash? Arritja e sevapit të i vdekurit, duhet me pas për ato argument. Se është çështje e gajbit, është çështje që është e fshehur, dhe gjërat e fshehta që cilat janë gajb, mos na tregonte Muhamedi alayhis salam që i vdekurin varr dënohet apo kënaqet, ne nuk ta kishim ditë. Mos tregonte Allahu xheleshanu që secili do ta kalon urën e siratit, ne se kishim ditë. Pse janë gajb? Edhe e njëjta gjë, kur ka të bëne me ibadetin, kur ka të bëne me gajbin, me gjëra që nuk i dihet, nuk i shohim, patjetër për ato me pas argument. Çështje tjera, duat për të vdekurit, sa argumente gjetëm plot, edhe prej Kuranit, edhe prej haditheve të pejgamberit
sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.